Një 42 vjeçar ka humbur jetën pasi mori një goditje me top në krahëror teksa po luante në Calceto në Novosel. Ky shtetas kishte ardhur për të kaluar festat e fundvitit në Shqipëri. Ngjarja sipas policisë ndodhi në Calceto në fshatit Novosel, ku shtetasi me iniciale BR, 42 vjeç banues në Vlorë, rezident në shtetin gjerman, gjatë një loje futbolli, pasi topi e ka goditur në pjesën e krahërorit, është rrëzuar dhe gjatë transportit për në spitalin e Vlorës ka ndruar jetë. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se ky shtetas ka pësuar atak kardiak. Ashtu specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin me iniciale KM, 24 vjeç, banues në Himar, pasi më datën 24 dhjetor, në lagjen 28 nëntori në Vlorë, ka dhunuar fizikisht me grushte shtetasin me iniciale AB, 62 vjeç, banues në Vlorë, duke i shkaktuar dëmtime fizike. Aktualisht shtetasi ndodhet në spitalin e traumës në Tiranë, nën kujdesin e mjekëve. Po ashtu policia njofton se procedoi penalisht shtetasin me iniciale ES, 21 vjeç, administrator i firmës që kryen punime në kantirën e ndërtimit në portin e Vlorës, pasi punëtori i tij shtetasin me iniciale A, 40 vjeç, banues në Vlorë, në datën 24 dhjetor, ka rënë nga skeleria, duke pësuar dëmtime dhe ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Specialistët e sektorit të policisë rrugore referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me iniciale SSH, 26 vjeç, banues në Tepelen, pasi në bulevardin Ismail Qemali, duke drejtuar automjetin, ka aksidentuar një shtetas me iniciale MI, 78 vjeç, banues në Tiranë, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Materialet u referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.